Në Mesopotami, gjatë milenimit të katërt para erës së re, u formuan qytet-shtetet e para, të njohura si patesiate. Këto qytete u krijuan si rezultat i zhvillimit të forcave prodhuese dhe i shtrezimit shoqëror të popullsisë. Kushtet natyrore dhe ekonomike ishin shumë të favorshme për një zhvillim të shpejtë. Dega kryesore e ekonomisë ishte bujopardësia. Fusha pjelore ndërmjet lumejve Tigër dhe Eufrat mundësonte prodhimin e sasive të mëdha të drithrave. Falë organizimit të mirë të punës, këto qytet-shtete krijonin teprica të mëdha bujqësore. Këto teprica këmbeheshin me mallra që mungonin në Mesopotami, si druri, metalet, guri, leshi dhe lëkura. Mesopotamia ishte një vend shumë i përshtatshëm për tregti, sepse aty kryqëzoheshin rrugët e 3 kontinenteve. Qytet-shtetet e para u formuan në Sumer, pjesën jugore të Mesopotamisë, në fund të milenimit të katërt para erës së re. Ndër më të njohurat ishin Eridu, Ur, Uruk, Lagash, Larsa dhe Isin. Popullsia e tyre përbënte një etni të veçantë me prejardhje të përbashkët. Në pjesën veriore të Mesopotamisë, të quajtur Akad, qytet-shtetet u formuan më vonë, në fillim të mileniumit të tretë para erës së re. Popullsia e Akadit ishte me prejardhje semite, ndër qytetet më të njohura ishin Nippur, Kish, Babilonia dhe Sipari. Midis Sumerit dhe Akadit ekzistonin ndalime ekonomike, kulturore dhe gjuhësore. Përfundimisht, këto qytet-shtete u bashkuan në udhëheqjen e dinastisë babilonase. Sipas kësaj dinastie u emërtua fillimisht patesiata e Akadit e më pas i gjithë shteti i zgjeruar në Mesopotami. Në shekullin e 19 para erës së re, Babilonia arriti të çlirohej nga sundimi i Larsës dhe filloi zgjerimin territorial. Kulmin e zhvillimit, Babilonia e arriti në shekujt e 18 dhe të 17 para erës së re, veçanërisht gjatë sundimit 40 vjeçar të Hamurabit dhe të birit të tij, Samsuilinit. Në këtë periudhë, shteti babilonas u shtri përtej kufive të Mesopotamisë. Shenjat e dobësimit filluan në fund të sundimit të Samsuilinit. Qytet-shtetet e dikurshme kishin tradita të forta shtetësie dhe shpesh ngrinin kryengritje për pavarësi. Për më tepër, pasuritë e Babilonisë tërhiqnin edhe sulme nga armiqtë të jashtëm. Si pasojë të razirave të brendshme dhe goditjeve të jashtme, nga shekulli i 16 para erës së re, Babilonia ra nën sundimin e fisëve dhe popujve më pak të zhvilluar ekonomikisht dhe kulturalisht. Ata sunduan deri në shekullin e 12 para erës së re. Në shekullin e 7 para erës së re, qyteti i Babilonisë u bë qendër e shtetit të ri babilonas. Megjithatë, ky shtet zgjati vetëm deri në shekullin e 6 para erës së re, kur Babilonia ra përfundimisht nën sundimin e perandorisë perse.